Parazojmë pak në shkojnë shtesë. Arrove? Atëherë, me qënë se ishim të Silvinjo dhe Zonjusha, kolegja, po fliste që Silvinjo nuk ka, po themi, s'ka pasur atë meritën kryesore, Silvinjo ka pas merit. Absolutisht merit e Silvinjos, normalisht dhe Edi Reyes që zbuloj brojen Alban Bushit. Edi Reyes, erdi broja nga, po dhe lojtarë të tjerë, cilët i mori nga do me thani i inkuadrojnë në kombëtarin e madhe, arritëm në Europian, kaluam në Europian, dhe edhe një element tjetër qëndrimi që ai është në Shqipëri. Ne kemi parë dhe trajnerë tjerë që kanë ardhur, kur kombëtarja, një javë avionin, hajde në Shqipëri, dreka darka, verë, mbaro punë një javë, bën ndeshjen. Jo, të lutem, jo një sekond. Dhe ky është një element, jo, një sekond. Ky është një element. Atëherë, ky është një element që Silvinjo ka dashur dhe ka bërë një punë cilësore. Normalisht, ora absolutisht po. Absolutisht po. Atëherë, absolutisht po. Për pjesën mbrapa pastaj, çështjen teknike, pjesët menaxhimin e lojës dhe mënyra se si ai luan, atëherë janë për të diskutuar dhe unë mendoj që Silvinjon, unë personalisht, unë kam pas simpati për të, si trajner, dhe si njëri që ka në ekip kombëtar ka bashkuar, ka bërë një frym kompakte dhe ka bërë jecurin që ne jemi krenar për Euro 2024, për post të këqijave ose elementeve negativ që ka pasur, por këtu unë mendoj që cikli Silvinjos është mbyllur dhe ne duhet të marrim një trajner si Foda që të jap meritën atyre që e meritojnë. Muçi është lojtar që vlen 13 milionë euro. Jo, të lutem. 13 milionë euro dhe Muçi duhet ishte të lutem një sekond. Okej, një sekond. Po më leta mbaroj. Po ke thonë gjermani, ke thonë gjitha vllai. Ai intervistën e parë që ka në studio, më fal, mbaroj edhe kjo është logjik. Më kupton thelbin e bisedës çfarë dua, ku dua të dalë. Se Franco Foda për ne po. Atëherë, po pra tha me drejtë tha. Atëherë thelbi i bisedës, thelbi i bisedës time ishte që ne duhet të marrim një trajner o zotri që të fus Muçin, që është 13 milionë euro lojtar që ka çmend gjithë Turqinë dhe gjysmën e Europës, që të fus Anis Mehmetin që është 14 milionë euro lojtar. Dhe është ka bërë 6 apo 7 gola atje. Po dhe të jepi. Mbaj argumentin dhe të them diçka. Ne kemi shku 2 herë në Europian me 2 trajnerë latin. Një italian dhe një brazilian, apo jo? Po. Me Debiazën, po patjetër. Kemi pas trajnerë që ma brigeni, po s'ku kërkun. Kemi pas dhe me shkollë gjermane, siç ishte Ori Baric. Brigeni po pra. Edhe ky kroati kushte. Absolutisht. Jo mos nuk e cilësova, të lutem, nuk e cilësova tash një. Se kuptoj ide ma devijuat thelbin e idesë. Është gjithmonë më e mirë se kura jote. Jo, fare, jo. Nuk është kështu biseda. Atëherë të lutem. Tash Franco Foda është mirë për Kosovën. Nuk bazës bën fare për Shqipërinë. Atëherë të them në mënyrë po flisim për menaxhim. Apo flisim për menaxhim. Po për menaxhim pra. I mori lojtarët, gjithë lojtarët që ata luajnë, nuk fut Xhegrovën. Pse se fut Xhegrovën? Po Xhegrova është yll. Nuk luan pra. Pikërisht ky bën të kundërtën asaj që bën ai. Jo, po ai ka gjithë që luajnë. Të lutem, nuk ky ka gjithë që s'luajnë. Ore një sekond pra. Ky është problemi. Po pra, po s'luaj, po ky i kuadron i fut në lojë. Ky është problemi pra. Problemi i menaxhimit lojtarëve dhe problemi i të qenit vërtet me lojtarët. Pa që mos dalim ajo e Çelmetës te menaxhimi i këtyre menaxherëve me radhë. Edhe mund të ekzistojë.